Biznesmeni italian që inskenoi vdekjen e tij në Puk për t'i shpëtuar borxheve do të ekstradohet në Shqipëri. Vendimi për ekstradimin e Davide Pecorelit është firmosur nga ministri italian i drejtësisë Carlo Nordio, pasi gjykata e apelit e Perugjas dha dritën jeshile që ai të vuajë dënimin në Shqipëri. Në një reagim për mediat italiane, Davide Pecorelli u shpreh i habitur, por tha se do ta pranojë vendimin. Vendimi i ministrit më habit, por po mendoi të mos apelojë në gjykatën administrative rajonale të Lacios, duke pasur parasysh shanset e ulta për sukses, preferoi të shkojë në Shqipëri, u shpreh Pecorelli. Megjithatë, biznesmeni italian ka plane për të mos u kthyer më në Itali pas vuajtjes së dënimit. Ai është martuar me një shtetëse shqiptare dhe do të bëjë përpjekje për të marrë nënshtetësinë shqiptare. Davide Pecorelli u zhduk në janar të vitit 2021 në Puk, ku u gjetë e djegur makina që ai kishte marrë me qera brenda së cilës u konstatuan edhe mbetje skeletore, por kur të gjithë e dinin të vdekur, Davide Pecorelli u shfaq më 17 shtator në një gomone pranë ishullit Monte Cristo, ku tha se po kërkonte një thesar. Në prill të vitit 2024, gjykata e Shkodrës e dënoi Davide Pecorellin me 4 vite burgim për kryerjen e disa veprave penale, mashtrim kryer në bashkëpunim, dhunimi i varreve, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe shkatërrimi i pronës me zjarr.